Këshilli i Lartë i Prokurorisë ka vendosur të mbyll gojën ndaj skandaleve të prokurorisë së Elbasanit. Edhe pse avokati Julian Barjami u arrestua sepse bëri detyrën, KLP ka vendosur të tolerojë çetën e prokurorëve të Elbasanit, të cilët po sillen si cuba me këdo që u vënë pa shkeljet. Kryetaria e KLP-s Mirela Bogdani raportoi sot në Komisionin e Ligjeve, ku pyet mbi arrestimin e avokatit, por ai u shpreh se ata kanë vendosur të mos nxitohen dhe vetëm nesër do të shohin nëse do të mbajnë një qendrim apo jo. Megjithatë tashmë është shumë vonë pasi avokati u lirua. Vendosëm që fillimisht do kërkojmë informacion të shkruar për situatën. Nuk mund të shprehemi pa pasur informacion si ka rrjedhur ngjarja dhe si është bërë arrestimi. U rezervuam për të dalë me një reagim të nxituar pa mbledhur informacionin e nevojshëm. Nuk duhet të nxitohemi në vendimarrje. Reagimi i dhomës së avokatisë është pjesë e avokatisë. Nesër do të vendosim nëse do të kemi qendrim apo jo, u shpreh Mirela Bogdani, drejtuese e KLP-s. Avokati Barjami, gjatë seancës gjyqësore për saktimin e masës së sigurisë ndaj klientit të tij Maksim Lika, ka thënë se do të merrej personalisht me prokurorin dhe oficerët e policisë gjyqësore, duke i kallëzuar penalisht për atë që e konsideron si manipulim provash kundër klientit të tij. Nga ky moment referuar edhe një video të publikuar nga avokati i njohur Arben Langozi. Ka pasur një reagim ekstrem të prokurorit Gjergj Ceka që dëgjohet të thotë se avokati duhet arrestuar. Më pas ka një reagim të ashpër të gjyqtares, e cila referuar audios nga seanca gjyqësore, paralajmëron disa herë avokatin duke interpretuar deklaratën e tij me të njëjtën gjatësi vale si prokurori, pra e konsideron kërcënim. Nga ajo që është publikuar duket se avokatit Bajrami u ngrit një kurth në sallën e gjyqit, ku në momentin që ai paralajmëron kallëzimin penal, prokurori njofton arrestimin dhe gjyqtarja mban lojën për ta konsideruar fjalën e avokatit si kërcënim. Mirpo ditën e sotme prokuroria e Elbasanit bëri një hap pas duke urdhëruar lirimin e menjëhershëm të avokatit Julian Barjami, duke e cilësuar atë si të paligjshëm. Sot duhet të jepej masa e sigurisë për avokatin dhe prokuroria Ajkuna Anxhaku ka urdhëruar lirimin e menjëhershëm të tij, duke e cilësuar arrestimin të paligjshëm.